Në Shkodër arrestuan në flagrancë një 24 vjeçar. Pasi gjatë kontrollit fizik nga shërbimet e policisë u gjet një armë ftohtë thik, edhe një radio marrëse. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua gjithashtu automjeti dhe telefoni celular i të riut. Ndërkohë në Malësi të Madhe, specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë ndaluan një 38 vjeçar banues në fshatin Grudere, i dyshuar për një vjedhje me thyerje të ndodhur më 23 mars të vitit 2026 në qytetin e Koplikut. Sipas hetimeve paraprake, ai dyshohet se ka marrë një shumë parash dhe sende me vlerë nga banesa e një 68 vjeçari. Në një tjetër rast në Vaun e Deës, autoritetet referuan materiale në prokurori për një zjarr të dyshuar aksidentalisht në landfillin e fshatit Shkjez, ku po vijojnë verifikimet për shkaqet e rënjes së zjarrit. Po në territorin e Vaut të Deës, më 19 prill 2026, një zjarr i rënë në fshatin Nënshat ka shkaktuar dëm në zonën përreth trasesë së Hekurullës Lezhë Shkodër, duke djegur shkure dhe hardhi në vreshtin e një 69 vjeçari. Policia bën me dije se po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve të mundshëm. Të gjitha materialet procedurale janë referuar në prokurorinë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.